Rikthehemi pra me bisedën në studio, siç e përmenda më herët, një atlet 14 vjeçar na vjen sonte në studio, si Arpeci. Faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dukaxhinit. Faleminderit për mundësinë shumë, faleminderit për ftesën. Pozitiv thash prej fillimit, ideal për bisedë, më pëlqeu karakteri jot. Pse bash atletika? Çka të ka tërheqë atletika? Atletika më sport është mbretëresha e sporteve, është një pjesë sporteve më të mira. Edhe tash unë si çdo fëmijë kam filluar më sportin me futboll edhe me basket. Po nuk është që jam shumë kështu i sporteve grupore, nuk është që jam njëri shumë që kam qenë me bashkëpunu. Ma shumë jam individual. Edhe pastaj luajta niku basket edhe e lash basketin se s'është që më pëlqej ke fort. Edhe erdhën kështu si skauta që vinë nëpër shkolla edhe me mor talenta. Shkova në stërvitje, edhe më pëlqej shumë në rosh dashnime këtë sport. Tani vazhdova me shku në stërvitje, më bo maj mirë, edhe fillova me shku në për gora, normal, gorën e pora pa të nëzon venin e dytë, me njëherë. Debutem venin e dytë, në 300 metra, që u konë sprint, as nuk u konë distanca jeme. As që përgadit, as kur gjë për atë? Jo, pa ta përgadit një, që më duke 3 javë. Okej. O konë hera e jam e vetme që kom nëzon venin e dytë me grupë mushat mija, prej që atëherë gjithë venin e porë. Për atëherë u konë 4 mesh, tash mu 16. Okej. Po, në futbol, kur ja ke nis? Në çfarë moshe? Nashta 7-8 vjet, para klasës por. Okej, sot ka zgjatë aventura me futbol? Po, nashta nja 2-3 vjet. 2-3 vjet? Po, okej. Edhe basket, ma pak, nashta. Ku ke te kosh je kon futboll? Në Trep Stelthenon. Në Trep Stelthenon. A ke pas në kom pe emra në Trep Stelthenon që është aktualisht të luajtash? Atë kujtohet? Po, që kam shok shumë, është Lisi Ramadani për shembull që është kontorët e Kosovës, është Arjanjet Osmani, ka emra shumë, ka emra të mirë, futboll që disa i kam edhe në klasë edhe normal janë të përparu edhe janë perfekt, a? Për shembull vllaja merret me futboll Riuni. Okej. Që shpresoj edhe ai një ditë për shembull bëni futbollist i mirë. Lum në Trep Stelthenon edhe ai, shkom luajmë. Po. Fantastike. Basketi, pse realisht këto dy sporte, a veç pse kanë kolektive, a s'është që tërheqën kështu prej fillimit? Qëra unë këtu mas pari këto sportet me topa, me as tenis, as volejboll, as kurfar sporti, ça përfshihet topi Niks. Kërka heq, as shat që përmen në tupi. Nuk është që më fort i mirë. Në atletik s'ka topa, veç me ngo, veç dhe më thonë është një sport që përgatitja fizike është normal e para, pastaj është edhe përgatitja psikike, sepse ti i veç vet në shteg edhe do të me konë shumë i furt psikisht për me përballuat presionin, ato flutrat që i kim bark para se me anis garës. Sa është vështirë për një 14 vjeçar thuhet është moshë e re, tash më përgatit edhe mentalisht edhe fizikisht. Çu ka dal? Nuk është bashkë lehtë, është një moshë e re, është moshë ku mund është lehtë mu thy, lehtë mu ngrit. Nuk është e lehtë se ti ki edhe, ç'më thon, nuk i çev ti gjatë me shku në trening, është ta ki çev nërë me dal me shok ose çajode pikërisht. Kena gara shpesh, për shembull si vjetën i komojt 24 gara. Dej kur po flasim, pranë së viti. Po deri tash u kry sezona. Po. Jena off season. I komojt 24 gara. Edhe është e vështirë se për shembull tash i bën një javë punë, një javë ju me mojt gara. Ti do të më kon mesatora çashtu. Ti do të më kon non stop i fokusuar, non stop mos me lën trupin, mos me lën formën me ra, me kon. Edhe kur ski gara ti dush me ushtru. Po normal. Pushojna ka pak, po sepse pushimi është po aq i rëndësishëm sa dhe stërvitja. Puna e rikuperimit, po. Ç'është? Kombinimi shkollë me sport. Kombinimi mirë, normalisht është e vështirë shumë, po shkolla hala është primore, domethënë. Po sportit normalisht unë synoj me kon një atlet dhe një triatlet i mirë, pasi që jam edhe në triathlon. Okej. Jam e kam fituar një vend tretë tash para pak javë në Shkop. Në Shkop. Po flasim për garën ndërkombëtare. Po garë ndërkombëtare, u kanë një medalje ndërkombëtare për Kosovën. Okej. Ku e kam nxon vënë e parë për kadeta. Edhe më thon kanë qenë 2.5 km vrap, 10 bicikletë, 10 ciklizëm pra.
edhe pastaj edhe 1.25 vrap, ku e kam kry me kohën dikon 36 minuta, duke llogarit edhe tranzicionet. Krejt çto për 36 minuta. Po. Krahas meje, pro krahas na jena shku me klubin Dardania, klubin e triatlonit Dardania, ku sportist ka qenë edhe Genci Sufi, triatleti i njohur, u besoj që njohin shumica. Ai ka nxjerrë në por. Ai ka pos 5 km vrap, 20 biciklet, 2.5 vrap. Se kategori tjetër? Po, senior ai. Sakt. Ka ngorë shumë e vështirë, pasi që unë jam koni vetëm shqiptar, edhe normalisht. A ka qenë aty hera por kur po, hera por ndërkombëtare? Po. Për duatlon ka qenë hera por. Do të thonë ti debutimet në atletik kudo që jam syn, podiumin të paktën e kit sigurt. Po lufta për podium. Jo po veç në debutim dyqysh është pak problem bre. Po edhe ke mungesa për vojë se sa ne po normalisht unë jam përgatit mirë edhe ja dola. Çka të rreshte hajt që po e zojmë edhe duatloni po edhe triatloni. Çfarë tash? Pse me lëviz për atletikës në disiplinë tjetër? Mun halo primore kam vrapin, po edhe me duatlon jam të këshir me arrit diçka. Po mu më ka shty me hin këtë sport, në këtë sportin e triatlonit sepse është shumë më interesant se vrapi. Pse? Se i ki ato transitions që për shembull e ki vrap bicikl vrap, që ti mes këtyne ti do të me kon shumë i shpejt me undru prej vrapit në biciklet. Po, edhe do të me kon pro i shpejt, do të me kon njëri dinamik për me arrit sa më shpejt. Për shembull në tranzicionin e parë, tranzicioni i parë një tem, tranzicioni ngorke. E kom bo për 25 sekunda. Po do ishe me më tranu sonte. E kom bo për 25 sekunda. Pastaj tranzicioni e dytë e poshtë që s'jam kërka, edhe me kanë fillu më mik ata pas vrapin biciklet. E ke vrej që ke bo gabimin? Po, e kom vrej që kom bo gabimin, 10 sekunda ma shpejt në tranzicion dytë, 15 sekunda e bona. Do kjo ka qenë loj mentale mrena garës. Ti ke komuniku me veten mrena garës, si që aty u dash me bundërimin. Shumë, edhe kom pas trenerin, e kom pas që të gencin që më brek e ofër, edhe është problem se për shembull ti kur ndrosh prej vrapit në biciklet, do të me lidh këto helmetën, pajisjet, një gabim me bo, ty të nolin referit nol 30 sekunda ose 1 minut, të nol që aty, edhe ata kundërshtarët vazhdojnë, ose të diskvalifikojnë krejt. Duke ditë na kem në Macedoni, ata ma shumë nacionalista, i vetëmi shqiptarë dhe ata në gabimi ma të vëgël këshin mujtë ma gjetë dhe më diskvalifiku, ma u pedalin. Tani ke tjetra për shembull 5-6 jena konë shumë sportista, po 5-6 lidera që kemi qenë port në garë, ata gjithë Macedon. Edhe për shembull te pjesa e biciklës, mu nuk më leshen kur qysh me najt në grup me ta. Se kur jenë në grup? Po, kur jenë në grup me dikën, është shumë a letë se ta prej nerën, mu nuk më leshen kur qysh. Nuk po isha me një grup me ta. Ose më qeshen, ose i thujnë nëse e këshyrë ti Tour de France. E kom këshyrë, e për cilë dokumentarin Netflix. I të shqibojnë ato ka për shembull ciklistave. Po, i zjedhe momentet, rështohen, i blokojnë ekipet tjera. Ta teshin, do me thonë, ta shterën energjin ty, të të bokse ataks, do me thonë ne, deri sa erdha për mundru pastaj prej bicikletës apet në vrap, o në tesha mo nuk isha energji për shembull për me dasht me bonaj mrekulli me nëzove në parë. Edhe pse tani veni i dytë më kishik dikon ma pak se 10 sekunda, veni i parë dikon 20. Edhe pse ata e bojnë çështje taktikës këtë sistemin e sulmit atak. Po. Se të shtin lojë, nëse ti tërheqesh me shku me ta, ata nalën ti prap nalësh. Tash më varet a ke energjinë e mjaftueshme ose taktikisht ai e përgatit për çat formë. Po them domethënë Evropi është i zëshëm, po duatloni e triatloni janë tjetër nivel. Janë tjetër nivel se ti i ki ju një sport të në 2 sporte se 3. Domethënë është 2-3 fesh me e vështirë. Sakt. Po ne bona përgatitje sa mujta, po ke shumë e vështirë domethënë. Sa i knashën me karrierën deri tash, kur kthesh me mendu, je ende shumë i ri, e ki tarmën përpara, po deri tash sa ke bu. Për sa vjet tu kanë bën atletik? Dikon ma pak se 2 vjet. Karakter ma interesant s'kom pas, besëm, deri tash. Për 2 vjet, sa medalje ke arrit me fitua, a i kit numërume? Nuk e di vallaj. Për me kam kupa, medalje, çmime, për shembull më zgjedh atleti i vitit, kam
ka gjashëm, nuk e di sa medalje, jëm bo dhe, jëm bo bagë dhe, po normal na mundu. A kalojnë 3-4 Qa të dikon? E kam najfat qa të dikon valoj, nuk e kom numru më ti. Fillimi numresh, apo për me jem bo shumë edhe ti, nëse nollesh tash mi menu qa ke fitu ti për para s'mush me shku. Më thonë do të me këshyr për para me vazhdu, ju qa ke na fitu për para. Po ne kom një mik shumë të mirë në Mitrovic, Besim Xhemalin. Edhe ai më voli dhe është e kam thani është një djalë një shoku tem. Dhe është shumë karakter interesant dhe ka pas sukses. Kur ma qej fotografinë e medaljeve, që aty e kuptova sa është salti. Po, mas pari falenderoj shumë Axhin Bes, shokun e dojës tem, që ai ka qenë, nashta, mune me thonë sebeb për më orson të këtë. Fantastike. Shumë mirë pas ka bu. Tash, tha 2025 ta përfundon me këto që sezona u kry. Po, më në qësoj periude, a ka një garë ose a ka një moment kër e konë shumë vështërsi, po du me nda 2 momente, te me nda me neve 2 momente, kër e konë mas fështiri, edhe një moment kër e një jashtëzakonisht krenar. Po mas fështiri janë, zakonisht është kër për shembull referi thot bëu gati para se munis, ajo është domethënë mos më prej komt. Për me është shumë moment i vështirë edhe tu të shumë për garën. Ti e përgatit e krejt, po konkurrenti zvet domethënë, ai ndoshta çfarë ditë është në top formë, nuk e di nëse konkurrenti jam është në atë moodin më të mirë të sezonës. Sakt. Edhe është i gati për ty me të shpartallu. Edhe ndoshta momenti më i mirë është s'po di çfarë më veçu se për më shumë gara është janë krejt podiumet. Për shembull podiumet me seniora, unë kam arrit disa podiume me seniora, edhe 2 podiuma kanë qenë për shembull gara malore, vrapime malore, 2 në 19 km. Njëra ka qenë në Gjakova Trail, ku aty për shembull në Gjakova Trail ka qenë emri gara ka pas 10 km, faktikisht ka qenë 12. Deri ka qenë 12 se gara malore nuk është distanca saktë, nuk nuk është distancë. Është normale me deviju në kilometra. Është shumë normale. Edhe domethënë në gara malore mas pari ngjitjet janë shumë të forta, edhe që shpesh nuk lejohet për mushte me marr pjesë. Edhe në këtë garë domethënë ka qenë top 4-sha, ka marrë probleme dhe ka qenë pjesë e podiumit. Unë kam luftu me faktikisht 2 veta deri 300 metrat e fundit. Njëri ka qenë triatlet për shembull, që e përshëndes shumë Orbrin Xhemali, është prej Vushtrës, është shumë, edhe është njëri i mirë edhe triatlet shumë i fortë. Deri metrat e fundit nuk e kena ditë cili ka me him podium. Ajo dy dosla. Nuk e kam njoftë atë faktikisht mas garën njoftum faktikisht. Edhe deri metrat e fundit se deshëm cili për marrën podiumin. Bashkëpunojshëm ka pak sa mos me lodhni një tjetrin, me rujt energjinë për finish. Po derbi na ka shku, domethënë, se në Formula 1 që e fitoj pa merit në rrise, nëse unë e fitova merit, po s'ka lidhje. Pse të shtiu me kaçeri, pse të shtiu me hime me senior? Dashte me sfidu veten? Përveç se me sfidu veten, unë për me bëj përgatitje shumë edhe ushtroj goxha seriozisht. Edhe tash te kur jeti me seniora, gara është ndryshe, konkurenca ndryshon. Edhe tash te për shembull mënyra e vet me çu shmiro për shembull në sy, po bona shumë sinqerisht shmiro në sy trenera, shmiro sy në sponsorë, është çikja të i mujt të seniora. Unë kam mujt seniora disa herë, normalisht ata kanë performancë ndryshe, gjithçka e kanë shme thonë ma të nalë se one, janë ma të fortë se one, po në mununa normalisht gjithë me bo konkurencë. Ka qenë fantastike me bashkëbisedu, sjarë. Falenderoj shumë që ke sonte me neve edhe e zbulove një pjesë të historisë tonë si atlet. Duroj shumë sukses në vazhdim. Po, falenderoj deshta me bot 2 falenderime për 2 klubet e mia, jam antar në 2 klube, jam antar që 2 vjet i klubit Atletik Mitrovica dhe i klubit Triathlon Dardania të Prishtinës. Falenderoj shumë që ke sonte me neve dhe normalisht gjithmonë dera ka me qenë qelë këtu në Radio Dukaxhin, kurdo që qoftë arrin sukses, qoftë nuk arrin sukses, për çka do që vjen puna këtu kemi pas derë në qelë. Falenderoj shumë.